Raketat e sistemit Javelin, pjesë e teknologjisë të sistemeve antitank të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë pajisjet më të fundit që janë dorëzuar forcave toksore në Zaldher. Në këtë ceremoni, ministri në largim i mbrojtjes Spiro Vengu vlerësoi partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Ku ne rrisim besueshmërinë duke shkurajuar rreziqet me kapacitete reale. Sigurisht Shqipëria nuk armatoset dhe nuk forcon kapacitetet e saj për të kërcënuar askënd, por armatoset në mënyrë që askush mos ta vërë në provë, sigurisht brenda suazës së një sigurie kolektive brenda aleancës. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara, Nancy Van Horn theksoi rëndësinë e rritjes së angazhimit për sigurinë. Rritja e angazhimit tuaj për sigurinë është një pagesë paraprake për paqen përmes forcës. Kjo paradhënie kërkon jo vetëm rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, por edhe një fokus të qëndrueshëm në gatishmërinë luftarake dhe modernizimin ushtarak. Javelin është një sistem raketor kundërtank i gjeneratës së fundit i prodhuar nga Shtetet e Bashkuara. Sistemi është shumë efektiv kundër mjeteve të blinduara dhe përdoret gjerësisht nga ushtritë e NATO-s si edhe në operacione reale luftarake.